Do të flasim për programin ekonomik të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit dhe në takimin e radhës me ekspertin ekonomist dhe kolegun Fatos Çoçoli do të kemi dhe programin ekonomik të Partisë Demokratike. Çoçoli, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Atëherë, përpos deklaratave politike, ajo që qytetarët duan janë orë çfarë programi, çfarë përfitojnë, sidomos. Të gjithë atë presin ekonominë. Cili është programi, për shembull, për pensionet? E kemi dhe grafikisht, çfarë ofron Partia Socialiste në programin ekonomik për pensionistët? Atëherë, Partia Socialiste ofron që brenda mandatit të ri që ajo ogaron për ta marrë, ta ri ta dyfishoj pensionin mesatar. Sot që flasim, pensionin mesatar është 201 euro. Në rast se mund të ndihmoj edhe regjia. Kemi grafikun e pensioneve. Grafikun e parë, lutem për atë të pensioneve, ndoshta të tretin në renditjen tonë. La 201 euro, qeveria premton që deri në fund mandatit ta bëj 400 euro. Nuk është pak, sepse ki parasysh. 400 euro kë? Pensioni mesatar, flasim gjithë. Pensioni minimal për të dyja partitë është 200 euro që do të shkojë. Ndërkohë që kjo parti në qeverisje që kemi sot, thotë shkon edhe më tej, thot pensionin mesatar do ta kaloj, do ta dyfishoj, do ta bëj 400 euro. Këtë premtim nuk e ka Partia Demokratike. Partia Demokratike ka vetëm, faleminderit regjisë. 2024-2030, sipas PS-s. Sipas PS-s. Tani janë në mes, është një det i tërë, janë 1.9 miliard euro që duhen mbushur. Prandaj është mesatarin e rëndësishme, domethënë është sa merr ai që merr pak. Ai që merr më pak, që e kemi tashin pikërisht në këto nivele, pra nën 201 euro, që është pensioni mesatar sot, ai që merr më pak, me njëherë do të marri më shumë. Se sa përfitojnë tek kjo mesatarja, 400 euro? Sa prafërsisht, numri pensionistëve? 400 euro bëhet mesatarja. Pensionistët janë 731.000 tani që flasim. Do shta pas 4 vjetësh do t'jenë edhe mbi 1 milion. Është normale me ritmin me cilën shtohen. Por, mbi 800.000, më falë. Por ndërkohë duhet patur parasysh që 1.9 miliard euro merr përsipër kjo parti që është në qeverisje në Ertil për 4 vitet e ardhshme t'i gjej në mënyrë që të dyfishoj. Bonusin janë të gjitha aty. Pensioni do të rritet krahas bonuseve. Pra, ti e di, kemi folur për bonuset shpesh, 100 milion euro që u dhanë në dhjetor vitit kaluar, 64 milion euro që u dhanë në mars. Për efekt kohës, kemi tabelat e tjera. Grafika tjetër është tabela numër 4, pagat. Çfarë propozon Partia Socialiste për pagat e administratës? Të shohim pagat e administratës. Këtu kemi një lloj ndryshimi me atë çfarë ofron Partia Kryesore në opozit. Çfarë ofron PS-ja? PS-ja thotë që deri në fund mandatit të ri që pretendon ta marri, do shkoj paga mesatare në vend, shikoj me kujdes në Ertil, 1.000 euro, më pak se sa paga mesatare 2030 në shtet. Pse? Sepse ti 90% të ekonomisë sot i dashur e ke private. Shteti nuk ka të bëj shumë me privatin, shumë mund t'ja letësoj barën, ta timore në mënyrë që privati të rrisi ndjeshëm. Ndikon shteti, ka mekanizma sa duash. Ka mekanizma, pa nuk është përcaktues. Përcaktues në treg. Tani kur flasim për pagën minimale nga 1 janari 2026 500 euro, kjo detyron edhe për shembull edhe ata të sektorit privat, cilët në bank duhet të deklarojnë 500 euro. Ata i detyrojnë dhe e kanë kosto, po ndërkohë qeveria çfarë ka thënë me premtimin? Ka thënë që për ato 100.000 lekë të vjetra që rritet paga minimale, nuk do të kërkoj taksa. Pra është me taksim 0 a 100.000 lekësh. Taks flasim gjithnjë për punën, ajo që quhet taksa ose sigurimi i detyruar shoqëror i punëdhënësit. E qartë, do të shkojmë tek tabela që është për mësuesit. Pra, pagat si do të rriten për mësuesit dhe më pas do të kemi për pagat për mjekët. Pra, programi ekonomik i Partisë Socialiste për atë që i quan. Po pse i quan për shembull deri në 2030, se 2029 të mbaron mandati? Sepse vërtet në 2029 të mbaron mandati, ama ti si forcë politike ke marrë përsipër që ta çosh Shqipërinë në Bashkimin Evropian 2030. Ata e dinë qytetarët pas 2029. Prandaj dhe thotë që shtoj edhe një vit. Ja, këtu jemi. Dhe këtu shiko se si bëhet paga mesatare e mësuesit. Për fat të keq, të gjitha ciklet apo janë të ndara. Partia Demokratike nuk e ka përmendur sa mendon ta rrisë mësuesin. Do ishte mirë. Se ka përmendur deri tani. Nuk e ka përmendur deri tash. As mjekët as mësuesit. Në 950 e ke tani që flasim.
pagën e mësuesit. A kemi mësues shumë çoçol se po na mbyllin këto fakultetet. Ke 36.000, sepse nuk janë vetëm fakultetet i dashur në tim. Ti sa shkolla të mesme ke, sa shkolla si thua 9-vjeçare ke. Jo, kur them jam, po mbyllin fakultetet, s'do kemi më prodhim për mësuesit. Jam shumë dakord që mësuesit normalisht duhet vinë duke u të kurrë, sepse edhe nxënësit janë më pak. Por ama i ke 36.000 tani që flasim. 36.000 mësues. Pra është një kategori e ndjeshme e popullsisë sonë. Atëherë, shkojmë shkurtimisht tek mjekët. Shikojmë për mjekët. Po. Sërish e ftoj partinë kryesore në opozitë të vendit tonë, timit e tëndit, që të thot diçka edhe për mjekët, sepse ka pasur disa nisma interesante. Për opozitën dhe akoma se kanë nxjerrë, po thoni. Ta nxjerrin. Ta nxjerrin sa më shpejt sepse këta e nxorrin. Atëherë shikoj 1100 është paka mesatare tani që flasim. 2000 shkon brenda 5 viteve. Po kush mjek pra se mjekët janë shumë, sipas kategorive. Sigurisht, ne po flasim për paga mesatare. Këtu ke pagë mesatare, nuk ke pagë mesatare të një mjeku kirurg, për shumë, që mund të jetë më e larta. Ke pagë mesatare të një mjeku të përgjithshëm, janë të gjitha kategoritë e mjekëve. Do ndalemi të ardhuret për frymë, sipas Partisë Socialiste, do ta zbërtesh pak. Edhe këtu do ishte mirë që edhe Partia Demokratike ta përmendi, sepse ende përsa ka deklaruar deri tash Sadim nga programi i saj, që është program që duhet mbështetur, është program që duhet uruar, përsa i përket ideve. Pastaj realizueshmëria është diçka tjetër. Janë të realizueshme këto, për shkak këto që ka thënë Edi Rama dhe Partia Socialiste. Po shiko, çfarë ndodh me këta që janë pushtet? Ta ka atë që quhet në gjithë botën, nuk është vetëm kene, inercim pozitive. Sepse këta janë pushtet, ta i din. Atëherë, shiko, sot që flasim ne kemi 25 miliard euro prodhimin ton të përgjithshëm, prodhim kombëtar që quhet. Vlerën e shtuaj që çdo vit ne i shtojmë ekonomisë dhe shoqërisë tonë. Nëse e ndajmë 25 miliard euro me 2.4 milion qytetar, të del ajo shifër, 10.342 euro për frymë. Kjo nuk do të thotë që çdo shqiptar merr nga gati 800 euro për frymë të ardhur, a? Kjo është mesatare, është kurthi mesatare si quhet. Shikoj 50% më shumë mendon ta rrisi brenda 5 viteve të ardhshme. Çfarë është paqja fiskale që ka paraqitur Partia Socialiste? Sepse ka shumë paqartësi. Në ti të falenderoj sinqerisht. Për dy arsye. Së para, flitet shumë edhe për ata që janë të njohur me shkencën ekonomike që paqja fiskale është amnisti fiskale. Jo, mor vëlla. Kushdo që e ka thënë. Paqja fiskale nuk është falje fiskale. Është një bashkëbisedim për të siguruar paqen. Çfarë është paqja në këtu mes? Pse quhet paqe dhe nuk quhet lehtësim fiskal për shkakun që ne i kemi patur përpara? Apo falje fiskale që është amnistia e mirëfillt. Quhet paqe pse? Sepse praktikisht je në luftë. Sot që flasim je në luftë. Edhe dy fjalë nëse më lejon që ta shpjegojmë për qytetarët. Çfarë është lufta? Biznesi përpiqet si t'ia hedhë shtetit, të deklarojë më pak fitim, të trukojë bilancet e tij. Shteti përpiqet si ta gjejë këtë deklarim të rrem edhe ta hapi dhe t'i thot biznesit nxirre. Tani është dora e shtrirë biznesit. Çfarë është kjo tatim fitimit për ata që nuk e kuptojnë? Atëre se ne flasim gjithnjë me tabela. I lutem dhe regjis tabelën e parë. Atëre, shkojmë edhe një tek paqja fiskale, po. Si ndodh paqja fiskale? Që këtë qershor pas 3 muajsh do filloj. Po. Shikoj, të ardhurat gjithse... E kishim këtë. Te paqja fiskale që futëm pak më parë, kemi 2 grafika. Një, paqja fiskale çfarë është dhe përfitimet nga paqja fiskale. Paqja fiskale, kjo është ideja. Atëre... Kjo është për herë të parë që e elaboruar për shembull në një program? E para herë që po vjen këtë ne. Bota ka shembull të jap sa të duash të marrëveshjes, se është dhe marrëveshje, paqja një marrëveshje. Çfarë është kjo tani? Mos vërtet. Shiko, janë 16.000 sipërmarrje private sot, i dashur Nërtin. Po. Që janë nën detyrimin për të thënë para tatimeve tatim fitimin. Dhe si paguhet ky tatim fitimi, se është rëndësishme që qytetarët ta kuptojnë. Është 15%. O mbi baza mujore, mbi bazë të deklaratës së fitimit që ti ke bërë vitin e kaluar, ose mbi baza 3 mujore. Jepet paradhënie, tatim fitimi. Kompania mund dali me humbje, jep paradhënie tatim fitimin, që e vën vështirësi nga një biznesin ku ka siklete të jashtëzakonshme. Ndërkohë, shiko se sa të bëhet në momentin që bëhet kjo paqe sociale, fiskale, më fal. Le të themi siç e deklaroi kryeministri që në qershor filluan bisedimet me shoqata ndryshme të biznesit, se me ato do t'i bëj. Se do mbledi 16.000 sipërmarrës pronar të 16.000 kompanive që janë, sepse ki parasysh, këtu nuk hyn biznesi i vogël. Është pa taksa ai. E di më. S'ka tatim fitimi ai. S'ka. Këtu ke 16.000 kompani që realizojnë më shumë se
120.000 Po çfarë euro përfitohet nga kjo paqja fiskale? Çfarë përfitohet? Shkojmë te grafika tjetër, po ta shpjegoj deri në fund nëse më lejon. Pra paqja është e tillë. Ti biznes bie dakord që të mos trukosh më fitimin tënd, bilancin ta kesh të pastër, të rësisht real, dhe unë si qeveri të premtoj çfarë të premtoj. Jo premtoj, po domethënë e bëj edhe me ligj. Për deri në 4% sa është rritja ekonomike e vitit, ti do më paguash 15%, sepse tek e fundit do rritesh dhe ti së bashku me ne. E ke fitimin më shumë dhe ne dim që fitimi i kompanive tona është gjithnjë më i madh. Çfarë përfitojnë kompanitë këtu dhe çfarë përfiton shteti? Ta ul 3 herë, kjo është paqja. Pas 4%-it, fitimi 5%, fitimi 6%, fitimi 7%, 10%, 60% e këtij fitimi. Pra, ty do të ratrohet 3 herë më pak. Edhe më pak se sa që premton Partia Demokratike me cilin, me taksën e shesh, që ti e di, 10% është ajo. Këtu kemi 5%. 5% për të gjithë pjesën e tatimit, e fitimit mbi 4% të xhiros vjetore. Ndoshta është pak ende pak e kuptueshme për qytetarët, i kërkojmë ndjes, por është një si thua dije e re që po fusim. Është një njohuri e re për qytetarët. Urojmë këtë sukses, ë? Ja të shikojmë se po të ishte me sukses se si do fitojmë. Po mprete Eugena Tomini se ka disa minuta në linjë. Të premtoj vetëm 10 sekonda. Shiko të ardhurat nga tatimi mbi fitimin në këtë vitin që sapo kaloi. 570 milion euro. Po të ishte 2025 njësoj, rritet një qik, sepse kuptohet është në rritje gjithnjë të ardhur. 680 milion euro. Shiko sa do të shkojë në rast se ty të bëhet paqja sociale. Gati 2 fish, miku im. Pse 2 fishohet? Sepse biznesi tani e ka më të lehtë. Nuk do ketë më atë kontrollin fizik të tatimorit. Nuk do ketë atë merakun që bobo në një tatimor që nuk e paguaj në dorë, e zbuloj, më doli sylesh, edhe më blokoj aktivitetin. Në këtë kuptim, ke shumë përfitime gati 2 fishim të ardhurave në rast se realizon të paqe fiskale. Faleminderit Fatos Xholi, në rast se Partia Demokratike e prezanton, menjëherë ne do ta komentojmë javën e ardhshme së bashku. Në rast se nuk do të ketë zhvillime të tjera, por sigurisht që e kemi në agjendë për t'ia paraqitur pra edhe qytetarëve. Mirë, ishim me ekspertin ekonomist, me kolegun Fatos Xholi.